Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut mbledh drejtuesit e Vlenit dhe diskuton përdorimin e gjuhëve për provimin e jurisprudencës. Histra Miskovski diskutoi me Bilal Kasami dhe Izet Mexhidin se vetëm përmes një qasje të përbashkët dhe dinjitose mund të arrihen zgjidhje që do të nënkuptojnë përparim, besim të ndërsjellët dhe një hap të përbashkët drejt së ardhmes. Institucionet po punojnë në mënyrë aktive për të gjetur zgjidhje që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve, me qëllim që të sigurohet siguri juridike dhe funksionalitet, thuhet në njoftimin zyrtar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rivihet në përdorim platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digjital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ish-kreun në SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, kur ish-kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas unë jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin mashtruesi, Altin Troplini, ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen Kubanon. Ky njeri që kryeson vettingun tani, është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës. Është tërhequr nga dosja. Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vettingut. Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish-presidenti Vjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për kryeprokuror të shtetit, duke shtuar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Po ashtu Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi i detyrës së presidentes Albulina Xhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar se një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nënkuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ish-deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore, prej $3 në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnia dhe Hercegovina me 0.3% dhe Malezi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.